Përshëndetje, sot në studio kemi Dionin. Dioni do na flasi sot për sigurinë kibernetike. Edhe pa humbur kohë, të lutem Dion një prezantim të shkurtër rreth vetes. Faleminderit për ftesën. Jam Dion Mulaj, i takoj fushës apo industrisë të sigurisë kibernetike, specifikisht anës ofanzive të sigurisë kibernetike. Kam një eksperiencë afro 3 vjeçare në këtë industri, ku kam punu me organizata, kompani, mirë po edhe me media në kuadër të sigurisë kibernetike edhe mbrojtjes pranë nga kërcënimet digjitale të epokës sotit. Atëherë pa humbur kohë, le të vazhdojmë me pyetjen e parë. Cilat janë kërcënimet më të mëdha në sigurinë kibernetike me të cilat përballen individët dhe bizneset sot? Dhe si mund të përgatitemi ne kundër tyre? Sulmet më të theksuara në ditët e sotmit për individ në kuadër të sigurisë kibernetike, kishëm me thonë që janë sulmet phishing. Shumica e individëve, sidomos ata që ndoshta nuk janë shumë entuziast teknologjisë apo nuk kanë njohuri apo i kanë njohuri të limituara në teknologji, bien prej e sulmeve të tilla. Sulmet phishing në kuadër të inxhinierimit social, ta quajmë kështu me një përkthim bukfal shqip, ku ai hakeri apo personi që e kryen këtë sulm tenton me prek anën psiqike dhe emocionale të një individit për me realizu sulmin. Pra ty të vjen një email, kujton që është nga Facebooku, edhe të thot dikush tu ka qos në akauntin tënd, ndërro passwordin, kliko linku në VM e kështu me radhë, mirë pa ai linku në VM ai është linku phishing i hakerit, ai vetëm aty e prek atonën psiqike tonën që ti me reagu në moment edhe me hyn atë link, edhe ti vendos passwordin edhe pastaj hakeri i merr ato kredencialet e tua. Me rritjen e inteligjencës artificiale dhe të automatizimit, si e shihni këto teknologji që ndikojnë në fushën e sigurisë kibernetike, pozitivisht, po ashtu edhe negativisht? Po besoj që i ka pas edhe anë pozitive të saj edhe anë negative, ka ona pozitive të saj, që ndoshta lidhet me aspektin e automatizimit duke përdorur AI-n. Është përpilimi i skriptave të ndryshme që të automatizojmë shumë procese në profesionin ton, ku neve edhe na e lehtëson punën në këtë aspekt, po ashtu janë dalë edhe integrimet të ndryshme të AI-t në toolsa apo vegla që ne i përdorim në këtë industri, ku na e lehtësojnë shumë punën edhe gjithë procesin mbarvajtës. Mirë po ka edhe anë negative të saj. Për shembull, sikur ChatGPT-n që po besoj dikush është familjar me platformën, ekziston edhe Worm GPT apo Dark GPT. Këto janë platforma që janë kriju, është një evil AI apo një AI i keq që mundet më shfrytzu që hakerat me kriju kode apo teknika exploitat ndryshëm që me sulmu sisteme të caktuara. Tani, duke qenë se kompjuterat, domethënë po zhvillohen edhe më shumë, kemi edhe kompjuterat kuantik, që procesimi i tyre është jashtëzakonisht shumë i shpejtë. Si shikohet kjo në sigurinë kibernetike? Domethënë ka efekte pozitive, ka efekte negative, si shikohet nga ana e mbrojtjes, domethënë edhe si shikohet nga ana e sulmit. Cila nga këto merr më shumë forcë, duke qenë se kompjuterat po bëhen shumë më të shpejtë? Pra duke pasur parasysh një trend që është përmend kohëve të fundit, ditëve të fundit sidomos, Google ka prezantu çipin e vet që quhet Willow. Është një çip që ngrit pikpyetje edhe nga ana e teorisë multiversit, pra ngrit pikpyetje edhe nga ana e fizikës për ka aftësia e procesimit. Edhe kur është tek kjo temë teknologjisë kuantum apo kompjuterave kuantum, ngrit shumë dilema edhe në profesionin tonë sigurisë kibernetike, pasi që algoritmet caktuar asimetrike a mundën me u thy ato algoritme, a mundën mu kompromentu, edhe kjo mbetet shihet mirë, po me avancimin edhe të kompjuterave të sodit, pra kompjuterave dhe kuantum, besoj që njëkohësisht apo paralelisht kanë me ngrit edhe kapacitetet nga ana e zhvillimit protokoleve të reja që kanë me i bo ball apo kanë me tentu me mbrojtë nga sulmet që në të ardhmen kishin mujt me ardhë shembull prej një kompjuteri kuantum. Tani po të shohim në këto ditët e sotme, kompjuterat i kemi të integruar gati kudo.
po të shohim në shtëpi, në frigorifer, madje edhe lavatriçen mund ta ndezim nga jashtë shtëpisë. Si shikohet siguria, domethënë tek Internet of Things ose edhe në smart home, domethënë se si mund ta bëjmë ne diçka më të sigurt, edhe si shikohet nga ana e sigurisë kjo. Po, nga ana e sigurisë, mundemi me thonë që pajisjet që janë IoT janë afërsisht ngjashme me një router të wireless që e kemi në shtëpi, me një printer, mirë po që kemi funksione remotely që ta kontrollojmë atë pajisje. Këto njësoj mund të kompromentohen. Bile është edhe një rast i studimit në një ulëmtim që e kam zhvillu përmes platformës Shodan, që është një search engine që e përdorëm për këto gjëra, ku shumica e pajisjeve IoT, jo shumica mirë, po një pjesë e tyre e pajisjeve IoT në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Kanada, kanë posur IP publike. Që i bie që unë mundem ju qasëm nga distanca dhe mi kontrolu ato pajisje IoT. Mirë po, problemi kryesor që ka qenë është që ndoshta vektori sulmit nuk kish mujt me qenë ajo IP-a direkte, pse unë kam qasje nga distanca, po e shoh që atje është një IoT device. Mirë po është që shumica e këtyre përdoruesve kanë pasur passworda default, sikur një wireless router kur e merr në fillim, edhe e ke admin, username-in dhe passwordin. Edhe ti ke mujt me vendos admin, username-in dhe passwordin, edhe mi u qas për asoj pajisje IoT edhe me kontrollu prej anës tjetër të globit. Okay. Tani le të themi, domethënë për një qytetar, domethënë që nuk e ka pak a shumë idenë e sigurisë, si mund të sigurohet ai, domethënë që mos të hakohet? Kevin Mitnico, pra guruja i cyber security-t, që njihet me një fjalë, e ka pas një shprehje shumë të mirë ku thot employees are the weakest part of the chain, pra janë ajo halka më e dobët e zinxhirit, mirë po kjo nuk kem vetëm të punëtorët, mirë po hyn edhe të individët e thjeshtë. Pasi që çfarë do lloj mase të sigurisë që ti e ke, gjithmonë është faktori njeri, ai që kompromentohet më së leti, edhe i mundson qasjen në sistemin pra target të hakerit, pa marrë parasysh se çfarë firewall i ka, se çfarë antivirusi ka, apo çfarë next gen firewall i ka. Në këto raste, mënyrat më të mira të mbrojtjes kishin me qenë pra që s'mu vendos flesha USB-a në pajisjet kompjuterike, flesha pra që nuk njihen, që nuk janë personale tuat, pasi që ato mundën me qenë vetëm jo vetëm storage unit apo jo vetëm një USB e thjesht, ajo mundet me krye edhe një funksion më kompleks se sa një USB e thjesht, pra mja plotësu një objektiv hakerit, dhe e gjithë kjo punë kryet në prapaskem, pra në background dhe nuk vrehet nga viktima. Në këto raste pra është mos vendosja e USB-ve të panjohura në pajisjen kompjuterike. Në wirelessa publik është mirë që mos të qasen, pra nëse ti nuk e një wireless caktuar, sepse hakeri mundet me impersonu një wireless që është legjitim, edhe viktimat mu qas ato dhe me marrë informacionet si man in the middle, apo njeri në mes që e përgjëna trafik. Që të ndërpres pak këtu. Për shembull, po të shkojmë në për airports, në për aeroporte, do shikojmë që të gjithë wirelessat që janë atje janë publik. Domethënë, por që kanë edhe një second, domethënë që ti vendos ose pranon kushtet e përdorimit ose vendos një kod. Futet ky tek wirelessat e sigurt apo nuk futet tek wirelessat e sigurt, edhe pse nuk është i enkriptuar? Ai është wireless publik, tash nga ana nga perspektiva e hakerit. Hakeri mundet me impersonu një wireless publik, në këtë rast aeroportin e Rinasit shembull, edhe me boni de-authentication. De-authentication i bie që persona që janë të konektuar në wirelessin legjitim të Rinasit, i çkyq nga wirelessi, nga ana tjetër ka kriju një wireless fake me emrin e njëjtë, edhe viktimat mundën mu ngatru dhe mu qaste ky wireless i fake. Edhe interneti funksionon, i vendoset edhe ajo faqja që i pranon kushtet apo një kod që mundet mu bo shumë thjesht, edhe ai person ka internet, nuk ka kosto për internet, mirë po kosto është në të dhëna. Do më thënë ekziston mundësia. Po. Po ndonjë mesazh ose se si mund të sigurohen ndonjë mënyrë tjetër? Mënyra më e mirë kish qenë përdorimi i VPN-it për enkriptim trafikut, përdorimi i antivirusit,
Gjithmonë shikohet burimi i emaillit, po ashtu gjithmonë shikohet destinacioni në linkun se ku po shkojmë, cilit piqasmi, edhe po ashtu mos përdorimi i flash USB-ve. Të falenderoj shumë për pjesëmarrjen, edhe faleminderit shumë për përgjigjet, edhe faleminderit shumë edhe për këshillat e tua. Faleminderit juve. Faleminderit.